Kërkesa e prokurorisë speciale në Hag për dënime të ashpra ndaj ish-krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës ka sjellë reagime të menjëhershëm të kryeministrit Albin Kurti. Përmes një deklarate publike ai vlerësoi se qasja e prokurorisë nuk reflekton standardet e drejtësisë ndërkombëtare dhe anashkalon rrethanat historike në të cilat u zhvillua lufta në Kosovë. Sipas Kurtit, UÇK-ja ishte një forcë çlirimtare që veproi me kushte mbijetese për mbrojtjen e popullsisë civile dhe për sigurimin e lirisë së vendit. Ai theksoi se qëllimi i saj nuk ka qenë kurrë agresion apo spastrim ndaj ndonjë komuniteti tjetër, por rezistenca ndaj shtypjes së dhunës. Kreu i qeverisë kosovare e cilësoi luftën e UÇK-s si një kryengritje antikolonialiste dhe një përpjekje legjitime për vetvendosje, duke shtuar se përpjekjet për të paraqitur ndryshe këtë periudhë përbëjnë sipas tij shtrëmbërim të së vërtetës historike. Ai garantoi se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të mbrojnë dinjitetin e luftës çlirimtare dhe do të qëndrojnë në krah të vlerave të drejtësisë dhe të së vërtetës faktike, duke kundërshtuar çdo narrativ që cënon sakrificën e luftëtarëve dhe qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë, në Hag vijon procesi gjyqësor ndaj ish-drejtuesve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, të cilët ndodhen në paraburgim që prej nëntorit të vitit 2020. Prokuroria ka kërkuar dënime të rënda me burg për secilin prej tyre, ndërsa çështja mbetet një nga më të ndjeshmet politikisht dhe shoqërisht në Kosovë.